Intervist. Kim Mehmeti, shqiptarët e Maqedonisë u mposhtën nga ata të cilët i votuan. Shkrimtari dhe publicisti Kim Mehmeti ka publikuar vepra zhanresh të ndryshme si romane, tregime, ese, publicistik, ndërkohë një pjesë e veprës i është përkthyer në disa gjuhë të huaja. Ai jeton dhe vepron në Maqedoni, ndërsa kohëve të fundit është qëndruar në një nismëtar i shumë iniciativave qytetare, pra njëri nga zërat më kritik ndaj veprimeve të klasës politike në Maqedoni. Në një intervistë ekskluzive për Gazeta e Re, Kim Mehmeti flet për pozitën aktuale të shqiptarëve në Maqedoni, efektet e marrëveshjes së Ohrit, problemet dhe sfidat e shqiptarëve atje, interesimin e Kosovës dhe Shqipërisë ndaj çështjeve shqiptare në Maqedoni, e po ashtu edhe për qasjen e shkupit zyrtar karshi shqiptarëve të Maqedonisë. Mes tjerash, Mehmeti thot, marrëveshja e Ohrit ishte shpresa e madhe që kishte kuptimin se edhe shqiptarët e Maqedonisë më në fund do të bëheshin pronar të shtetit, po aq sa edhe maqedonasit, mirëpo, thot ai, ndodhi e papritura. Kjo marrëveshje mori trajtën e një mashtrimi të madh. Zotri Mehmeti, pas gjithë peripecive prej marrëveshjes së Ohrit të ndodhura në dhe për Maqedoninë, ku ndodhet sot shqiptari i Maqedonisë? Marrëveshja e Ohrit ishte shpresa e madhe që kishte kuptimin se edhe shqiptarët e Maqedonisë më në fund do të bëheshin pronar të shtetit, po aq sa edhe maqedonasit, por ndodhi e papritura. Kjo marrëveshje mori trajtën e një mashtrimi të madh dhe në vend që të konsolidonte shtetin, në vend që të jepte fund mosmarrëveshjeve ndëretnike, ajo u shërbeu si mbulesë përfaqësuesve të kriminalizuar shqiptar, të cilët në të vërtetë edhe kur nuk u morën me realizimin e kësaj marrëveshjeje, por me bërjen tregti me interesat shqiptare. Dhe ata nxorën në shitje më të vlefshmen që kishin shqiptarët e këtushëm, dinjitetin dhe interesat kombëtare, gjë që atyre u paguaj shtrejt dhe u mundësonte që për 4 vite të kaluara në poste të larta shtetërore nga pabukësia të bëhen milioner. Andaj, duhet thënë shqip e qartë, marrëveshja e Ohrit thuajse nuk u solli gjë shqiptarëve të Maqedonisë, por u afroi shumë përfitime personale drejtuesve leninist e ignorant të BDI-s, të cilët duke mos e nxjerrë nga goja këtë marrëveshje, vazhdonin të partizonin, akulturonin dhe ta kriminalizonin shoqërinë e këtushme shqiptare, me çka ata e bënin më lehtë të kontrollueshme nga qarqet politike e policore maqedonas. Dhe e tërë kjo mundësonte që edhe më tej Maqedonia të mbetej në duart e sunduesve maqedonas që kishin mbështetjen e vasalëve shqiptar. Apo e tëra kjo u mundësonte qarqeve policore e politike maqedonase të vazhdonin të sundonin sipas parimit se vetëm shqiptari i korruptuar është i dobishëm për shtetin dhe se sa më të ulët e ka politikani shqiptar moralin, aq më lart atë duhet të ngritur në piramidën shtetëror. Me çka pra u institucionalizua vasalimi shqiptar ndaj sunduesit maqedonas dhe sado që tingëllon e pabesueshme, BDI-ja ktheu shqiptarët thuajse në kohën e Rankoviçit, në kohët kur shqiptari nuk e dinte se a e vret maqedonasi me dorën e shqiptarit apo e kundërta. Dhe duke qenë kështu, që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit e deri më sot, shqiptarët e këtushëm fituan nga një proces të montuar policore gjyqësor në vit, si ai i Monstrës apo i lagjes së trimave në Kumanov. Po ata fituan edhe një klasë politikanësh kriminal të kapur nga qarqet policore, e të cilët u treguan shumë të dobishme për sunduesit maqedonas, por tmerrsisht keqbërëse për popullin që përfaqësonte. Në thonin cilat janë problemet dhe sfidat kryesore me të cilat përballen shqiptarët në Maqedoni. Shqiptarët e Maqedonisë tani janë të mposhtur nga ata të cilëve ky popull u besoi dhe i votoi, nga drejtuesit e BDI-s. Dhe kjo është mposhtja dhe përbuzja më e madhe që mund t'i ndodhë një populli. Andaj, ata tani duhet të rikthejnë atë që në mënyrë tinzare u amorën drejtuesit të BDI-s dhe atë jo pse ky popull nuk din të mbrojë veten, por pse shqiptarëve të këtushëm as që u shkoi ndërmend se çlirimtarët e posakthyer nga Zvicra do të bënin të pabesueshmën, patriotizmin shqiptar do i masnin në peshorët e partive maqedonase dhe do i binin shqiptarët e këtushëm në situatën që janë sot.
Më shumë t'ju besojnë politikanëve Maqedonas se sa atyre shqiptar, pra shqiptarët e Maqedonisë sot duhet të rikthejnë atë që kur nuk mund të jetë pronë e partisë, dinjitetin, të drejtën e votës, vlerat kulturore, moralin e njëllosur, institucionet arsimore që janë dek partijake të BDI-s, si dhe çdo gjë tjetër që e legjitimon pjekurinë e një populli. Pra, shqiptarët e Maqedonisë duhet të dëshmojnë se e kanë kuptuar se nga gjitha përbuzjet që mund t'i bëjë një populli, BDI-a atyre u amori atë më poshtruesen, i shpalli përfaqësues të popullit edhe individet të cilët nuk do i pranonte si përfaqësues të vet as shoqata e vejushave të ndonjë fshati. Çështjet si përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, participimi i shqiptarëve në vendimmarrje brenda institucioneve shtetërore në Maqedoni, ndarja e barabartë e buxhetit e të tjera çështje me rëndësi për shqiptarët po vazhdojnë të jenë sfida që e kanë ndjekur raportin e politik bërësve shqiptar Karsi Shkupit zyrtar. Ku është fajtori i këtij mos procesit të shqiptarëve në Maqedoni në raport me plotësimin e të drejtave të tyre? Që nga konflikti i 2011-s e këtej shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë pasur probleme me palën maqedonase, por me përfaqësuesit e vet politik. Pra, që nga pas të nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, shqiptarët e Maqedonisë janë viktime e krimit dhe ignorancës politike të zgjedhurve të vet, të cilët edhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe e konsideronin si mall për të bërë tregti me sunduesin Maqedonas dhe atë e kuptonin si mundësi që shitësi shqiptar i një shtëpie dhe blerësi po ashtu shqiptar i saj të flasin shqip në zyrën e noterit shqiptar, ku do e nënshkruajnë kontratën për shit blerje në gjuhën maqedonase. Dhe duke pasur përfaqësues të kësaj kategorie, edhe vetë shqiptarët e Maqedonisë u shndruan në mall shumë fitimprurës për drejtuesit e BDI-s, mall të cilin ata u ashisnin çarqeve politike e policore maqedonase, me çka shqiptari i Maqedonisë jetonte si i dyshuar dhe dy herë i taksuar, edhe në mbikëqyrjen e vasalëve të BDI-s, edhe në sundimin e regjimit Maqedonas, dhe duke u paguar haraqin e lirisë çlirimtarëve të BDI-s, si dhe atë të robërisë sunduesit Maqedonas. Si do ta vlerësoni të çastjen e Republikës Kosovës ndaj pozicionit të shqiptarëve në Maqedoni, karshit të gjitha atyre nevojave e problemeve me të cilat përballet shqiptari i Maqedonisë e që Kosova do të mund të bënte diçka. Do t'ishte naive nga shqiptarët e Maqedonisë sikur ata të prisnin ndihmë nga pushtetarët e Kosovës, nga ata të cilët vendin që drejtojnë e bën thuajse të pabanueshëm për rininë atjeshme shqiptare. Dhe ne shqiptarët e Maqedonisë do të ngjanim si të pamend sikur të prisnin ndihmë nga ata që të riun e burgosur e kthejnë në shtëpinë arkivol, nga ata që shqiptarët e këtushëm i shohin shumë vetëm si urë mbi të cilën kalojnë mauna, që do të sjellin atyre përfitime personale. Është e dhimbshme, por e vërtet. Ne shqiptarët e Maqedonisë paguajmë çmimin më të lartë, edhe pse pushtetarët e këtushëm Maqedonas drejt e kuptuan se shqiptarit tona janë të drejtuara nga hajdutokrat, se në botën shqiptare çdo gjë është e copëzuar, përpos krimit dhe hajdutërisë, dhe se shumica e burgshtetasve shqiptar janë nga ajo racë që e haron edhe origjinën e vet kur përballet me ngjyrën e euros dhe dollarit. Po ashtu, si do ta vlerësoni çastjen e Republikës së Shqipërisë ndaj shqiptarëve në Maqedoni dhe nevojave që ata kanë? Ajo që thash më lart për Prishtinën zyrtare, në mas të madhe vlen edhe për burgshtetasit e Shqipërisë, duke shtuar edhe cirkun e përditshëm që e ofrojnë politikanët e atjeshëm, me çka shpesh herë të çojnë të turpërohesh nga ata. Nuk u takojnë atyre që presin nga Tirana zyrtare që ajo të na mbajë për dorë si të ishim fëmijë të paaftë ecim vet. Por dua që në mos më shumë zyrtarët e atjeshëm ta kuptojnë se ne nuk jemi të interesuar as për një PS, as për një PD të fortë, por për një Shqipëri të konsoliduar ku vlen ligji, se neve nuk na intereson gjithaq se vallë doktori është një plak që nuk e sundon vetveten, apo piktori është artist që e jeton ëndrrën e vet të vënuar artistike, por ne duam një MMD ku institucionet shtetërore do i shërbejnë shqiptarisë, e jo nën tokës politike. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Maqedoni, shqiptarët i gjejnë të ndarë në disa lista zgjedhore. Çka do të thotë kjo për shqiptarët atje?
Është e vërtetë se shqiptarët e Maqedonisë në këto zgjedhje të parakohshme parlamentare do të kenë më shumë lista zgjedhore dhe ndoshta edhe mundësinë të shpëtojnë nga kthetrat e BDI-s dhe PDSH-s, nga kthetrat e këtyre dy partive që dëshmuan se të keqen që ta bëjnë përfaqësuesit të kriminalizuar dhe të korruptuar nuk mund ta bëj as armiku dhe si çdo gjë tjetër edhe ky realitet politik prej shumë partive të reja opozitare mund të shihet nga dy këndvështrime. Edhe si rrezik që të përçohet vota e tyre, por edhe si mundësi që një herë për gjithmonë të defaktorizohen BDI-ja e PDSH-ja, këto dy parti që keq përdorën votën shqiptare për të përbuzur shqiptarin. Më në fund, e kaluara tregoi se nuk të vlen gjë forca partijake, po që se atë e drejtojnë politikan të papërgjetshëm dhe të korruptueshëm. Dhe në fund, para se t'ju urojmë 28 nëntorin, ditën e flamurit, cili është mesazhi juaj drejtuar shqiptarëve në Maqedoni, Kosovë e Shqipëri. Shqiptarët e kudo ndodhur, kur nuk duhet harrojnë se më e vjetër se Shqipëria e Kosova është shqiptaria, dhe se Shqipërinë e Kosovën i lindi patriotizmi shqiptar, ai patriotizëm që ushqej me idealin për një kombë, një gjuhë, një flamur dhe një shtet. Andaj, kur nuk duhet lejuar që të venitet ky ideal, sepse venitja e zbeht të menduarit dhe të vepruarit shqip. Dhe kur e them këtë, unë nuk kam ndërmend nacionalizmin primitiv siç është ai shkollave serb për lidhshmërinë e gjakut me tokën, por kam parasysh patriotizmin e njerëzishëm që të bëjmë ta kuptosh se kur e ka keq shqiptari i Çamarisë, e lëngon i tërë shqiptari dhe se kur e ka mirë shqiptari i Ulqinit, mirësia e përshkon tërë shqiptarin. Pra, unë kam parasysh patriotizmin që të bën të duash tëndin e ta respektosh të huajin, patriotizmin pa të cilin kur nuk do ta njohësh përgjegjësinë që ke ndaj të përbashkëtës kombëtare dhe asaj gjithnjerëzore.